Casemiro Martinelli. Casemiro nga qielli, Martinelli ndrimi i arti Ancelotit. Absolutisht. Për te lojës që po shfaq Casemiro edhe problemit fizik, ndoshta edhe ndëshkimi me kartone verde stepi DC, por prap tregon që është në zbatimin atë të skemës të tyre, godis shumë i mirë me kokë, dhe madje shumë gola që ka bërë me kokë. Kështu që i funksionoi skema shumë mirë. Kishim Japoni që parkoi autobusin, trenin dhe çfarë kanë ato para portës vet. Dhe nëse flasim se si vjen ky ekip botror, metron kanë. Metrot. Ashtu i bën. Unë u habita ai trajneri çfarë bënte me ato skema? Ç'e ishte? Domethënë nxirrte kështu që jemi skema 7. Tash kjo tani. Nxirrte kështu që jemi nxirrte ato tabelat e mëdha. Ç'e ishte? Pankarta ato tamam. Ç'e ishin ato pankartë bashkim? Shiko, tepër shikoj që ta marrë mendimin. Unë tepër shikoj si një presion psikologjik që tregon pra ajo gjë e fshet, me fjalë që tregon trajneri me skemat me njëra apo me hieroglifet e tij, por që të luash para Brazilit, unë kam thënë dhe herë tjera që deri këtu është sukses i madh për Japoninë. Brazili di ta shfrytëzoj edhe pse ka një mentalitet tjetër nga i futboll që jemi mësuar ne të shohim ke Brazili. Do t'i thosh deri në fund, mos kemi 2 orë. Jo, kam plot për të thënë për Brazilin. Pas ke damenin që do t'i thosh gjitha për Brazilin. Nga gjithë tifozi i Brazilit, prandaj. Jo, atë që thatë ju me drejt, si në media, kudo thonë Japonia e bën Japoninë, që Japonia ka suksesin kur merr pjesë botërore. Ky trajneri që ta bëjmë kështu, që ta bëjmë trajneri, ky trajneri këtu, që ky nxirrte çfarë ishin ato skemat, nxirrte numrat, çfarë ishin ato? Po, nuk ta bëjmë numrat. Po pse ky nuk bëri një skemer zotri? Këtë po them, ato numrat koti janë tani, jam për treguar që unë kam gjetur, kam bërë një gjetje në botror. Një minutë. Skema ishte një catenaccio në 30 metrat e fundit. Jo, në luni mirë me cikaleshin me sfusha atje. 30 metra, sulmusi 30 metra. S'pona e pas një gjithë re, që të qikaj. Ishim futur atje 10 veta, pa le njerë, këtu është dhe për të çmendur komplet, se të tonë dhe skema 4-3-3. Ata ishin 13 bashkë me kartonat e trajnerit atje. Ishin fut gjithë të porta, edhe thonë skema 4-3-3. Në skemat që përdor Japonia mu kujtua koha e Enverit, kur bëshin Spartakiatin që sipër tribunës ishe njëri me numra, dhe ne hapshim bloqe si u donte. Kështu që edhe ky më tepër i foli 500 tifozave, 5000 tifozave japones, dhe si duke në skemat tyre tha që kur të marrojmë, neve të pastrojmë stadionin dhe tikin, të bëjmë një gjë të mirë. Kjo ishte Japonia. E pastrojmë sot? Po e pastrojmë, Në drejtim të skemave, disa trajneri i kanë edhe me mimikën e ftyrë, disa trajneri i kanë edhe me ngritjen e dorës, dhe më dhanë 1, 2, 3, kurse disa trajneri, po pra si që ishte trajneri i Japonisë, a i nëzori 5, 4 e këto. Ato skemat a i ka bërë në stërvitje, dhe zakonisht këto skemat ato i përdorin stërvitje. Për shembull, sot a i me gjithmen e filloj skemës e taktika ndryshon 2-3 herë brenda 90 minuta. Me gjithmen e filloj 4-3-3, po aktualisht a i luti 5-4-1. Profesori nderuar, kush e ka skemën në dorë? Favoriti apo outsider? Shiko, tani skema përdoret gjithmonë në bazë të elementëve që kena ekip. Pra, po kush e përdor skemën, se unë se përdor se ti s'mlet kap topin mua. Po mirë, pra skema... E përdor skemën ekipi që është më i mirë. Po të shikosh në ekipi brazilian, ekipi portugez, luan me 5-4-1 dhe gjithë në mendimin tonë, dhe gjithë specialistëve thonë që kjo është skemë mbrojtje. Po kur dalin sulm, dalin 6 veta deri 7 veta në drejtim. Dhe skema përdoret në bazën e aftësive që kanë lojtarët. Kjo mi bazë të aftësive që ka lojtarë, kështu përdoren. Kurse përsa i përket ekipit të Brazilit, unë them që domethënë ekipi i Brazilit pavarësisht se qarkulloi topin, administroi lojën, por ka disa mangësi në drejtim të mbrojtjes dhe të mezit fushës. Nuk diskutohet, sulmin e ka jashtëzakonisht të fortë, rrezikshëm dhe të shpejt. Kurse në drejtim po të ketë kundërshtar të tjerë që të ballafaqohet, domethënë 11 me 11, do ketë shumë probleme. Përsa i përket edhe mesit... Brazili ndryshon profesor nga ndeshja ndeshje vlerëson. Do ketë shumë probleme me mes fushën. Po të shikon, Casemiro ishte një nga më të mirat, por ju ti e pe që nuk e përballoj. Nuk e përballoj dot 90 minutëshin, se ai ka bërë një ngarkesë tjetër zakonshme. Çfarë ishte kjo foto që ta rikthejmë edhe një herë regjia që ta komentojmë pak me Mirela Axhiajn, të foto që na vjen dhe Çelmetën gjithashtu. Po, japonezët njihen për kulturë dhe njihen si njerëz shumë të kulturuar dhe edukuar, dhe shumë të sjellshëm. Dhe në këtë lloj mënyre ata falenderojnë dhe ju kërkojnë falje tifozëve të vet për zhgënjimin dhe që kanë arritur do të kalojnë. Po pse më ka fitu në herë Kupën e Botës Japonia deri këtu vinte? Shiko,
kanë Pse krijuar nga Brazili u rrafën, nga njerëzit që i kanë kupat e botës 5 copi kanë. Që e kanë shpikur, kanë krijuar futbollin, e kanë zhvilluar futbollin, por kishin një farë lloj pritshmërie. Tani për kompjuter janë të mirë ata. Ata janë të mirë për shumë gjëra. Çdo ekip që merr pjesë i vështirë s'kosh. Çdo ekip që merr pjesë në botëror pritshmëri ka për rezultatet 36 meçe, po jo më dha miliardë për futbollin. Çfarë s'ka bër? Një urë e bën për 13 ditë, një spital për 4 ditë, një rrugë për 2 ditë. Domethënë s'futej fare njeriu, vetëm me gjëra futbolli se bën. Zoti nuk t'i jep gjitha. Se çuan të gjithë, pa për këtë. Zoti nuk t'i jep gjitha, por gjithsesi mirësjellja e tyre tregon që se i kanë respektuar. Jo, se kam specialistë e futbollit, këtu që bënin domethënë sikur tu kishe ardhur. Unë si person kam qenë shumë pesimiste për Brazilin, për pjesën e Brazilit nëse. Po mirë, s'ka gjë, do fitosh eksperiencë, do e kuptosh që ekipet e mëdha të rrafin edhe me emër. Me emër, me skema, me gjëra. Nuk i përdor i vogli skemat. Përdori madhe skemat. I vogli s'ka gjendor. Armën e ka ekipi që ka potencialin. I vogli është aty, 10 metra para portës, çat dali. Morën e parë topin, ja morën. Në këtë lloj forme. Kush është më mirë, Spanja apo Brazili sipas teje? Po Brazili më është më mirë se ka 5 titull kampion bote. Ka ndonjë diferencë madhe. Atëherë, kush është më mirë, Cape Verde apo Japonia? Cape Verde është. I sojmë janë sepse ka dhe neshë duaj t'i lojmë mbrojtje, nëse vendosim ekipe si puna Japonisë, ekipe të vogla, pretendojnë... Japonia është më mirë se ka... Duhet jetë, logjikisht. Logjikisht. Se... Futbolli është një surprizë, pavarësisht. Sepse da e u kualifikuar dhe Japonia. Ka eksperiencë më të madhe. Është më shumë pjesëmarrëse. Është më shumë pjesëmarrëse. Japonia. Është arre fort. Japonia ka arritur, mund të eliminonte një ekip tjetër, po jo Brazili. Absolutisht jo. Tu është problemi. Po niveli, thash, unë e kam thënë këtë gjë. Nëse do ishte në dorën e futbollistëve të Brazilit, ndoshta Japonia nuk do ishte kjo që Flori, ç'a pe Flori? Ç'a pe në këtë ndeshje? Pash një Brazil që nuk kisha a dëshirë ta shikosha në atë lloj mënyre. Pse? Po nuk është Brazili që jemi mësuar të shohim për herë. Po ti